Dolce dhe Edi, dy nga banorët më të komentuar të Big Brother VIP Kosova, kanë bërë një hap të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre me një putje që ka shkaktuar shumë reagime. Ky moment i pritur me padurim nga ndjekësit ka shënuar një kolb në dinamikën e tyre, e cila ka filluar që në ditët e para të qëndrimit në shtëpi. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Pas një jave të mbushur me flirtime dhe afrime, putja e tyre ka sjell një val emocionesh. Publiku ka ndjekur me vëmendje çdo lëvizje të tyre, duke u bërë dëshmitar të një lidhje që duket se po forcohet. Megjithatë, putja ka hapur një debat të madh. A është kjo një ndjenjë e vërtetë që po lind mes dyshës, apo është thjesht një strategji për të tërhequr vëmendjen e publikut? Në këtë situatë, publiku mbetet me syt nga Edi dhe Dolce, duke pritur me padurim për të zbuluar se çfarë do të ndodhë më tej.